Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama në kuadër të fushatës për parlamentarët e 11 majit, këtë paradite ka ndaluar në Gjirokastër një takim me pensionistët e qytetit. Kryeministri i Shqipërisë tha se problemi i pensioneve ka nisur nga ata që sot janë në opozitë, të cilët vendosën një tavan për pensionet. Siç e pat këtu, kishim rastin e parë me pension të paplot për shkak të një numri vitesh në sigurime të ndërprer nga emigracioni, ku zotria pas një periudhe të caktuar që ka kontribuar këtu për pensionin e tij, ka shkuar në Greqi dhe praktikisht i ka ndërprer kontributet këtu dhe me indeksimet që janë bërë sot ai merr një pension 170 euro. Kishim rastin e zyshës Zanës, që ka sigurime kontribute të plota, por ka dalë përpara reformës dhe ç'a ndodhte përpara reformës. Se kjo është katastrofa që është në bazën e gjithë kësaj historie, edhe që e kanë bërë ata të cilët sot ju qajnë hallin pensionistëve, e kupton apo jo, se kjo është kulmi. Përpara reformës ndodhen dy gjëra të rënda. E para, ju e dini më mirë nga të gjithë, u shkatrua gjithë baza prodhuese e vendit, u nxorën të tërë në rrugë, edhe 40 vjeç u quajtën pensionistë. Mëtej Rama sqaroi dhe objektivat e Partisë Socialiste që kanë lidhje me pensionet, ku sipas tij objektiv është që pensioni minimal të jetë 200 euro dhe mesatarja atyre që janë me kontribute të jetë 400 euro. Ne kemi bërë një hap që për te indeksimeve që janë ligjore, janë detyruese, nuk diskutohen fare dhe bëhen në mënyrë të vazhdueshme siç e ka ligji. Madje ne kemi bërë dhe 2 herë në vit në 2 raste. Duke pas parasysh rritjen e çmimeve, kemi bërë 2 herë. Për te indeksimeve ne kemi vendosur që duke qenë se tani jemi në një fazë rritje të qëndrueshme të ekonomisë dhe duke qenë se kemi të ardhura që të i kalojnë parashikimet, atëherë bazuar në këtë, kemi vendosur që ta ndajmë për pensionistët një bonus i cili është bonusi i fundvitit dhe bonusi i pranverës dhe të dy bashk nga dhjetori në shkurt të këtij viti, ne faktikisht kemi ndarë 165 milion euro, vetëm për pensionistë. Kemi përcaktuar dhe 2 piketa të tjera në mënyrë të qëndrueshme, kemi shtuar rreth 300.000 kontributor të tjerë, pra sot nuk luhet me sigurinë shoqërore siç luhej dikur që as nuk i kërkonte njeri, që të arrijmë që të kemi një pension minimal 200 euro, pra pavarësisht se ke punuar, s'ke punuar, ke bërë ç'ke bërë, pensioni minimal të jetë 200 euro, dhe të arrijmë që për të siguruarit të kemi një pension mesatar 400 euro. Këto janë dy objektivat. Tani, kush ju thot juve, të tjera, ka dy arsye që i thot. Kush thot të tjera, më besoni, ka 2 arsye që, sepse i kemi rënë kësaj pune nga të 4 anët. Kemi marrë ekspertizë nga të 4 anët. More nga institucionet, që nga Banka Botërore, e tjerë, more nga ekspert pavarur ndërkombëtar, more këshilltarin që unë kam për ekonominë që ka qenë për 10 vjet drejtuesi i grupit ekonomik të Angela Merkelit, e kemi
vën edhe atë të na jap opinionin e tij. Profesor Ricardo Hausmannin që drejton qendrën për zhvillim ndërkombëtar në Harvard, po ju them që kjo që ne kemi përcaktuar si objektiv, ky objektiv është ambicios, nuk është i lehtë, por ne do bëjmë çmos që ta arrijmë. Të tjerat, këto që ju thonë, janë të gjitha rruga drejt Humnerës. Ose sepse nuk e kam problem rrugën drejt Humnerës, dhe ju e dini shumë mirë kush nuk e ka problem rrugën drejt Humnerës, e keni shumë të qartë, e njihni mirë, edhe prandaj e keni vënë kufirin atje larg. S'ka këtu, e ka kufirin shumë larg. Ja jeni vënë kufirin me kohë, se ju jeni dhe Gjirokastrit edhe lapsin e njihni më mirë se atjerët. Ju bini lapsit edhe nuk ka shans që maja lapsit të thyet nga qefi, është llogaria, ose pastaj nuk din çfarë flasin. Nuk din çfarë flasin dhe thonë hajde, ta haj kush ta haj, ta besoj kush ta besoj, që ne do t'i bëjmë pensionet kështu, do t'i bëjmë pensionet ashtu, e pastaj të marrim të kapim në një vot të shkojmë në parlament. Dy janë. Dhe duke qenë se u prek çështja e mësuesve, dua të them këtë. Ajo që tha Zuzana është mos e vërtet. Dhe nuk është problemi thjesht i pagës. Problemi i mësuesve ishte problemi i autoritetit, i rënë për tokë. Mësuesit ishin katandisur në pengje. Pengjet politikës, pengjet siç përmendi Zysha, halabakëve që vinin rrotull shkollës, pengjet të vetë nxënësve që ishin çoroditur komplet dhe s'kishin asnjë siguri për punën e tyre. Sot i jepnin te Asim Zeneli, nesër gdhieshin, i kishin flakur diku tjetër se do vinte një mësues që s'kishte as arsim për katës. Llogaritë kur ne kemi filluar këtë punë, kishte afro 5.000 mësues pa arsimin për katës. Pra mësues që kishin mbaruar biologji dhe jepnin fizik, kishin një krushk, kishin një parti, kishin një kudiun se çfarë, pagonin lekë kudiu. 5.000 në sistem. Dhe pagën mesatare aso kohë në sistemin publik ne kishim 370 euro.